Në shtëpinë e Big Brother Kosova, lojrat më të forta nuk luhen gjithmonë me zë të lartë. Disa prej tyre ndodhin në heshtje, mes gjesteve, afrimeve dhe qëndrimeve që ndryshojnë nga dita në natë. Në qendër të kësaj dinamike të ndërlikuar është Klodi, i cili së fundmi ka krijuar konfuzion dhe tension me sjelljen e tij ndaj Benitës dhe Elionës. Gjatë ditës, Klodi shihet shpesh pranë Benitës. Mes shakas dhe afrimit miqësor, ai ofron ushqim, qëndron shumë afër saj dhe krijon një kontakt të vazhdueshëm që nuk kalon pa u vënë re nga banorët e tjerë. Këto momente duken të lehta, por mbartin një ngarkesë të qartë flirtuese, që ngre pikpyetje për qëllimet e tij reale. Benita, nga ana e saj, herë e pranon këtë afërsi me buzëqeshje, herë duket e rezervuar, por gjithsesi mbetet pjesë e kësaj loje të heshtur, por kur bie nata dhe dritat zbehen, tabloja ndryshon. Klodi zgjedh të flejë pranë Elionës, duke krijuar një tjetër realitet emocional. Aty nuk ka shaka të zhurmshme apo lojra ditore, por qetësi, afërsi dhe një ndjesë sigurie që Eliona e ka kërkuar prej kohësh. Për Elionën, kjo afërsi gjatë natës duket më e thellë, më intime emocionalisht dhe ndoshta më e sinqertë. Kjo sjellje e dyfish të Klodit ka nisur të diskutohet gjithnjë më shumë brenda shtëpisë. Banorët pyesin veten nëse ai po ndjek ndjenjat apo po luan një lojë të rrezikshme, duke mbajtur dy dinamika paralele. A është kjo një strategji për të qëndruar në qendër të vëmendjes? Apo thjesht një paqartësi emocionale në një ambient ku gjithçka intensifikohet? Për Benitën, afrimi i Klodit gjatë ditës mund të shihet si interes, por mungesa e vazhdimësisë gjatë natës lë hapësirë për dyshime. Për Elionën, ndarja mes ditës dhe natës ngre pyetje për sinqeritetin e tij dhe për vendin që ajo zë realisht në jetën e Klodit brenda shtëpisë. Big Brother Kosova, edhe një herë, dëshmon se marrëdhëniet janë po aq pjesë e lojës sa nominimet dhe debatet. Sjellja e Klodit ka krijuar një trekëndësh të heshtur, ku asgjë nuk thu.